Rreth 55 studentë e Akademisë së Sigurisë janë helmuar pas konsumimit të ushqimit në ambientet e institucionit. Menjëherë, pasi kanë konsumuar drekën, studentët kanë patur të vjella dhe diare, ndërsa disa prej tyre janë transportuar menjëherë drejt QSUT-s për të marrë ndihmën e parë mjekësore. Burime për televizionin Ora News bëjnë me dije se vakti që kanë konsumuar ka qenë presh me mish dhe brokoli. Kompania përgjegjëse për ushqimin është Sori Al SHPK. Kjo kompani rezulton të jetë në regjistrat e biznesit në emër të Al Matafanit, bashkëshortes së Nikolin Jakës. Burime policore bën me dije se kanë shpallur në kërkim administratorin e kompanisë Al Matafani. Kjo ngjarje e rëndë që ndodhi sot është paralajmëruar më herët nga televizioni Ora News. Një investigim disa mujor i gazetares Alketa Çeku ka faktuar mënyrën skandaloze të shpërndarjes së ushqimit për të sëmurët në QSUT. Edhe pse me dokumenta, kompania KPL që shpërndante ushqimin ishte në emër të shtetasit e Ramazan Troka, pastaj qëndronte Al Matafani. Investigimi faktoi se furgona që shpërndanin ushqim rezultonin të subjektit Sori Al. Mënyra se si shpërndai ushqimi për të sëmurët ishte skandaloze. Në mungesë të mjetit për të shpërndarë ushqimin, punonjësit e kompanisë shihen në oborin e QSUT-s, me qeset e ngjeshura me ushqim dhe me çadër në dorë, duke shkuar nga pavioni në pavion për t'i çuar supën të sëmurëve. Televizioni Ora News ka faktuar se mënyra e shpërndarjes së ushqimeve ka qenë skandaloze dhe rrezikshme, pasi shpesh ushqimet qëndronin në mëshirë të fatit te stolat e korridorit të spitalit. Paralajmërimet e vazhdueshme të televizionit Ora News për mënyrën skandaloze të trajtimit dhe shpërndarjes së ushqimit duket se morën konfirmimin më të rëndë me helmimin e 10 kursantëve të Akademisë së Sigurisë. Kur denoncimet publike shpërfillen, pasojat nuk mbeten më thjesht skandal administrativ, por kthehen në një rrezik të drejtë për drejtë për jetën.